A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun xhalla shane falendrojm, salavatet, selamet, përshëndetjet tona dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht e lutim Allahun xhalla shane që Allahu të na I pranon adhurimet tona. Sepse Ramazani ka shumë adhurime, nuk është vetëm një adhurim, vetëm agjerim, po ka agjerim, e ka namaz, e ka sadaka, e ka dua, e ka Kur'an, lexim Kur'anit, ka sjellje, andaj krejt këto adhurimet inshallah Allahu të na I pranon, të na I regjistron, të na prezanton ditën kur do të kemi nevojë më së shumti për veprat e tona të cilat I bëjnë me sinqeritet. Dje tregum pak se ndeja në për mexhlise fiton njeriu. Më së shumti çka fiton njeriu, fiton edhe hoxha. Çka fitojnë ata të cilët ndejnë në për ligjerata, në xhami, ku përmendet Allahu, ku studiohet feja e Zotit, ku studiohet fjalët e Allahu xhalleshanu, fiton se njeriu kur ngon ders e eliminon, e largon xhehlin prej vetës vet. Se s'ka mundësi njeriu me kon I ditur. Patjetër me pas mangësi, patjetër me pas diçka që nuk mundet me ditë, andaj kur e ngon një ders, e largon xhehlin, ignorancën nga veti vet. E dyta, njeriu kur ngon ders, padyshim se edhe nëse I din këto meselet krejt, është një përsëritje I meseleve që I ka mësu. Shkon te hoxha, e ngon një ders, nëse atë mesele e ka mësu, apo e ka ngu, andaj e përsërit, e përforcon ma shumë atë mesele. Për atë edhe Allahu xhalleshanu neve na thot në Kur'an, "Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u lil mu'minin." Përkujtova se përkujtimi ju ban dobi muslimanëve. E ti e dini mesele, kur vjen në xhami, e ngon një mesele, e përkujton, e mëson alo më mirë. Edhe e treta është që fiton ai njeri I cili vjen në xhami, e fiton duat e melaçeve. Thot pejgamberi alayhis salatu sallam, njeriu sa është në xhami, e fal namazin, melaçet do bëjnë dua duke thonë o Allah, fale filanin. Deri kur? Derisa ai del nga xhamia. Derisa ai del nga xhamia, I kini duat e melaçeve. Pastaj thot pejgamberi alayhis salatu sallam, atë mexhlis ku janë ata njerëz e rrethekojnë melaçet. Atë mexhlis ku janë ata njerëz, Allahu xhalleshanu e dërgon apo e zbret mëshirën e vet. Atë mexhlis, ata njerëz që ndejnë për me ngu fjalën e Zotit, Allahu xhalleshanu e dërgon u ban që ata të jenë të qetë në zemrat e tyre. Edhe e fundit, Allahu xhalleshanu I përmend te melaçet. Pa njëri I cili nuk ndejnë në xhami për me ngu fjalën e Zotit. Ku janë ata mexhlise largohet. Po thamë për ata njerëz të cilët nuk kanë ndonjë punë. Nuk kanë ndonjë punë. Jo punë me shku me ble sok në dyqan. Jo punë me shku me ble tolluma te çoshi aty ku e kemi zanat shqiptarët gazibavës më ble. Jo punë me shku me prit aty gjimsaati buk, nuk është kjo punë. Pa njëri I cili nuk nëna për mexhlise, ose ai njeri është alim, I ditur, ose është jahil, ma më rëmena që e dita, ose nuk ka nevoj për sevape. E tash se cili, le ta mendon. Të mirat ai njeri I cili nen, dhe ai cili nuk ndejnë në për ato mexhlise. Si do koft, Ibn Kaimi, rahmetullah alej, thot, mexhliset ku fitohet apo përmendet Zoti, studiohet fjalët e Zotit, janë mexhliset tubimet e xhenetlive. A dini pse? Se njeriu tash që 5 minuta, 10 minuta, a ka bo dikush gibet? Jo. A ka shajt dikush? Jo. Çka keni ndëgju fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit, keni thonë la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. E keni përmendur Allahun xhalleshanu. Po kështu janë ata mexhliset e xhennetit. Nuk ka tjetër mexhlise. Në xhennet kime përmend Zotin, kime ngu fjalët e Zotit, s'kime bo gibet, s'kime shajt,
s'ki me mendu keq që kështu me radhë. E kjo janë, pra thot Ibn Kaimi, mexhliset ku përmendet Zoti, mësohet feja e Zotit, janë mexhliset e xhenetlive. Për këtë shkak, ai njeri i cili vjen, pa ma parasysh se ku shkon, nuk po thojmë marrë kënd xhami. Ku do të shkon, fiton ai, më shumë se sa fiton hoxha. Fiton hoxha e tregon, e merr atë sevapin, ama fiton xhamatlia. Fiton njeri, fiton ai njeri i cili nuk din, e mëson një tre, e përsërit atë gjanë që e ka mësu, edhe funit i fiton ato të mirat që i përmendëm me duat e me laçeve. Ne dje i përmendëm çka na jep ky Ramazan. Sot do të shpjegojmë pika tjera se çka na jep ky Ramazan, po ne do të ndalemi pak te ajeti dje që i shpjegum apo si janë nisëm me shpjegu, ajeti i agjërimit, ku Allahu xhellesha neve na tregon me një ajet ku na obligon neve agjërimin në muajin e Ramazanit. Çka thot Allahu xhelleshanu? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët i keni besuar Allahu xhelleshanu, është bërë obligim agjërimi, sikurse është bërë obligim agjërimi popujve të cilët kanë qenë para jush. Shikoni, popujt të cilët kanë qenë para jush, Allahu po do neve me na tregu se agjërimi është një adhurim i veçantë që e kanë pas edhe popujt te para teje. Çdo popull që ka jetu para pejgamberit alayhis salatu wasallam e kanë pas këtë ibadet edhe ata. Me të kallëzu se agjërimi është një ibadet i veçantë, nuk është diçka e re për juve, por krejt pejgamberët e kanë pas. Pasi e kanë pas këtë pejgamberët, edhe ju si ummet i fundit, domethënë është një adhurim, një ibadet i veçantë te Allahu xhelleshanu. Nuk është një adhurim sikur adhurimet e tjera, por është që Allahu e na tregon se edhe Ademi alayhis salam, edhe Nuhi, edhe çdo pejgamber e kanë pas, por edhe ti si Muhammed e ki me pas këtë adhurim, edhe pa dyshim se shpërblimi është shumë i madh te Allahu xhelleshanu. La'allakum tattaqun. Do të ndalemi këtu pak, vetëm me qëllim që ju të bëheni të devotshëm. Qëllimi i agjërimit, çka qenë ka? Që ne të bëhemi të devotshëm, ma musliman. Thamë edhe dje, jo që ne nuk kemi qenë musliman dje apo para Ramazan, kemi qenë musliman. Kur vjen agjërimi, qëllimi i agjërimit nuk është një ritual i thjesht, vetëm po mbaj Ramazan, po largona nga haja dhe pija, dhe po vjen iftari, po haj bukë e kështu. Jo. Duhet muslimani me pas një qëllim tjetër. Kur mban Ramazan, duhet komplet trupin e tij me aktivizu. Duke filluar nga besimi, nga imani. Pastaj nga gjymtyrët e pjesët e trupit duhet të aktivizohen për me ardhur të qëllimi që të bëhen ti ma musliman, ma i devotshëm. Çka do të thonë me kon i devotshëm? Fjala takwa. Ka shumë definicione që i kanë thënë ulemat. Por thjesht për me kuptuar ne, fjala takwa është ku ka dëshirë Zoti me kon ti me kon çati. Ku ka dëshirë Zoti me kon, do të thonë me dashur Zotin edhe me ngu Zotin ku don ai me kon. Allahu don ti me kon xhamia, po e pse pse është mirë me kon xhami? Për shkak se ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Vendet më të mira te Zoti janë xhamiat. E Allah ka nevojë që ti të jesh në vendet më të mira në tokë. Apo edhe pa dyshim se njeriu i cili vjen në xhami edhe në xhami edhe e pret namazin tjetër, njeriu është ai i cili e ka lidhë zemrën e tij me xhami. A thot pejgamberi alayhis salatu wasallam, 7 grupe do t'i fusë në hijen e arshit e Allahut ditën e Kiametit, ai wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ai njeriu i cili e ka zemrën e lidhur për xhami. E pa dyshim se njeriu i cili vjen në xhami edhe ngon dersën, është i lidhur për xhamit. Edhe vendet më të mira janë xhamiet. Edhe Allahu xhelleshon e don që njeriu të jetë në xhami, e kjo është takva. Që me shku në ato vende ku don Zoti, edhe mu largu prej vendeve ku nuk don Zoti.
Nuk don Zoti ti me kanë filan vendi, ti duhesh mu largu. E kjo është takva. Don Zoti ti mu largu prej gibetit. Kjo është takva. Don Zoti mu largu prej zinas. Kjo është takva. Don Zoti mu largu prej thashetamave. Kjo është. Don Zoti mu largu prej vendeve ku nuk përmendet Allahu. Kjo është ajo takva që ti e ngon Allahun edhe largohesh për atyre që Allahu xhelleshanu ta tërheq vërejtjen. E tash, si në ndihmon agjërimi neve me u bo musliman? Kjo është e pyetja. Si në ndihmon neve agjërimi të bëhemi ma takva, të bëhemi ma të devotshëm? Ngojni pak. E para është se njeriu kur agjiron i kontrollon epshat dhe dëshirat e veta. Kur agjiron i kontrollon epshat dhe dëshirat e veta. Largohesh nga dëshira hajës dhe pijes. Largohesh nga gratë e tuja. Prej agimit deri në përëndimin e dillit. E ti kur largohesh e kontrollon epshin tanë, egon tënde. Andaj i thua Allahu xhelleshanu që une kam mundësi me e kontrollu epshin dhe dëshirat e mia. E me këtë shkak ti afrohesh te Allahu xhelleshanu edhe je i disciplinum tek Zoti jot. Pastaj e zhvillon ndjenjën e frikës dhe dashurisë ndaj Allahu xhelleshanu. E aktivizon imanin tan, besimin tan. Me agjërim aktivizon besimin tan, imanin tan. Ti nuk agjiron pse të ka thonë mjeku, pse të ka thonë doktori, pse të ka thonë Haxhibaba, po të ka thonë ti agjiron pse të ka thonë Allahu. Çdo kush prej nesh kur shkojmë marrë një abdes, e merr ujin për me shti, për me la gojen, apo? E ti kur e lan gojen, a frigohesh mos po të shkon ndonjë pikë në fytin tan apo në barkun tan. Se çile kemi çat frikë. E kjo, çka do me thonë kjo? A thu vallë, ky frikë respekt, këtë frikë çka e ki, a thu vallë Allahu xhelleshanu ka me ta gjujt huç? Jo valla. Allah ka me ta paguajt ditën e kiametit. Për këtë shkak njeriu kur agjiron aktivizon imanin, besimin tan, edhe bëhet më i devotshëm te Allahu xhel. Frigohet mos po e shkon ndonjë pikë ujë në barkun e vet. Edhe padyshim se kjo është ajo që Allahu xheleshanu kërkon prej njerëzve që ti kenë frikë Allahu xheleshanu në çdo aspekt. E ti nëse ti i frigosh Allahu xheleshanu për ujin që nuk të shef kërkush, as nona, as baba, as djali, as vajza. Nuk të shef. Kujt i frigosh? I frigosh vetëm Allahu xheleshanu. E padyshim se Allahu xheleshanu çka thot? Fa ana ujzi'u bihi. Unë kam e paguajt atë njeri. Shpërblimi nuk është i babës, i nonës, i gazës, i kryetarit komunës, i mbretit. Shpërblimin e keni te Allahu xheleshanu. E Allahu nuk shpërblen për pas me xhennet. Ndonjë princ prej dynjos shpërblen dynjo me qese, me lira. Baba shpërblen me një 10 euro, 20 euro, 50 euro. Gaza me një 550 euro, 100 euro, 200 euro, të ep një rogë, në ton tepër. Mbreti pak ma shumë, po Zoti xhennet. E kjo për këtë shkak njeriu me agjirim aktivizon imanin e vet, besimin e vet, edhe frikën, respektin ndaj Allahu xheleshanu. Edhe me njeriu me agjirim lidhet me devotshmërinë sepse e kontrollon sjelljen tënde. Se njeriu edhe dje e tham e cekëm pak kalimthit, kur ti agjiron, nëse vjen dikush të shan, ofendon, të vërtet çka thuj, çka i thu ti? A ja kthen me të keq ati? Jo. I thu inni saim, unë jam agjirueshëm. A të shan dikush, të ofendon, ti mundesh me akthi, ti je më i fortë se ai. Ti je më i fortë se ai. Ma shumë killash ki e saj, ma i zhvillum i e saj, ama ty neve nuk na le me akthy me të keq, pse moment, edhe jashtë Ramazan nuk ban, po në Ramazan neve në ndalon agjërimi, sjelljen tonde neve në aktivizon, edhe në disciplinon me sjelljet e tona, kush ky agjërim, e për këtë shkak, kjo është e lidhja jote, agjërimi me takvan, se për këtë shkak thotë Allahu xheleshanu, qëllimi i agjërimit tonë që ju të bëheni të devotshëm.
Pse largohesh nga epshet, largohesh nga haja, largohesh nga pije, largohesh nga sjelljet e këqija, e aktivizon imanin tënd, edhe padyshim se ti shkon në ato vende ku don Allahu, largohesh për atyre vende ku nuk don Zoti me kon ti si prezant. E kjo është ajo qëllimi i agjërimit. E çka na jep neve ky Ramazan? Padyshim se në Ramazan dyfishon sevapat e tona. Ngoni një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Thot Ibn Abbasi e transmeton nga pejgamberi alayhi salatu wasallam e pejgamberit nga Allahu xhalla shanu, hadith al-Qudsi. Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalik. Thot pejgamberi, thot Allahu xhalla shanu, vërtet Allahu i ka përcaktuar të mirat dhe të këqijat. I ka përcaktuar edhe të mirën edhe të keqen. Pastaj i ka sqaruar ata. Edhe sevapin, edhe gjunajn, edhe Allahu xhaleshanu me këtë hadith neve na tregon se ai cili ban punë të mira, çka fiton, dhe ai cili ban punë të këqija, me çka dënohet. Pastaj vazhdon është hadithi arabisht, unë do ta cek i shqip. E pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë fjalim i ndon njerëzit në 4 grupe. Grupi i parë, ngoni mirë. Njeriu i cili e bën një jetë me punu punë të mirë, ndonjë sevap. E ka qëllimin me bo ndonjë sevap, por nuk mundet me e bo, nuk arrin me e bo, atë Allahu xhaleshani i shkruat një sevap. Dyfishimi i sevapeve, tash po flasim për dyfishimin. Ramazani është një nga momentet që Allahu t'i dyfishon sevapet. Shikoni, Allahu xhaleshani dyfishon sevapet sipas vendit, Mekë dhe në Medinë. Dyfishon ati sevapet. Si pas kohërave, në Ramazan, ditën e Xhumo, ditën e Arafatit, natën e Kadrit, edhe si pas njerit, nuk ka mundësi një sevap me e bo një njerë i cili është alim edhe i cili është gjahil, i cili nuk e din, edhe të gjunohi. Për atë Allahu xhaleshan, çka i thot grave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ja nisa an-nabi, lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytuna fala takhda'na bil qawl. O ju gratë e pejgamberit. Shiko, se ato e kanë një pozitë më të lartë. O ju gratë e pejgamberit. Nuk jeni si gratë e thjeshta, si gratë e tjera. Për këtë çka duhet me pas kujdes kur ju të bisedoni me tjerë, të keni një çfarë morali, një çfarë respekti në atë fjalimin tonë, në atë fjalën tonë. Andaj, edhe hoxha dhe xhamatlia nuk është njësoj i cili e ban hoxha një sevap apo një gjuna mat i cili është xhamatli i thjesht. Andaj ka sevapi edhe gjunoi dyfishojnë. Por tash do ta tregojmë të hadithi, gjunahi nuk dyfishohet. Gjunahi zmadhohet. Shikoni, sevapi dyfishohet. Në Mekën Medinë, një sevap dyfishohet, një me 10, një me 100, një me 700, një me sa don Zoti, e gjunahi nuk dyfishohet, kanë thonë ulemat, po gjunahi zmadhohet në ato vende. Nëse ti e bën një gjunahi shkruhet një, ama zmadhohet Allahu xhaleshano. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Men jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithluha. Në surën Al-An'am thot Allahu xhalla shanu, kush vjen me një vepër të mirë do të ketë shpërblimin e 10 fishit. E kush vjen me një vepër të keqe nuk do të ndëshkohet përveç se një e vetme, dhe atyre nuk do të bëhet padrejti. Andaj gjunoi edhe vendet ku sevapi dyfishohet, nuk dyfishohet gjunoi, por gjunohi zmadhohet. Po edhe në këto kohrat në Ramazan, gjunoi një shkruhet, po edhe te njeriu gjunoi shkruhet një, ama zmadhohet Allahu xhashan. E hadithi pejgamberit alayhi salatu wasallam që thotë Ibn Abbasi, i ndon 4 grupe. Thot njeriu i cili e ka qëllimin me bë sevap, po nuk arrin me bo sevapin, i shkruhet një sevap të Allahu xhaleshanu. Po nëse njeriu e ka qëllim me bo ndonjë të mirë, edhe e ban një të mirë, një sevap, atëherë i shkruhet 1 me 10, 1 me 1, 1 me 10, 1 me 700, 1 me pakufi. Këto është dyfishimi i sevapit. Të Allahu xhaleshanu, sevapi, punë e mirë, shkruhet 1 me 1, 1 me 10,
një me 700 edhe një me pakufi. E tash e treta, gjunahi. Nëse një njëri e ka bo një jetë me bo një gjuna, një mëkat, dhe nuk e ban për pas frigës Allahu xhaleshanu, e mendon se vallahi nëse unë e bëj, do të kem këtë ndëshkim të Zotit ditën e Kiametit. Nëse largohet nga ajo qëllimi që e ka pas, i shkruhet një sevap. Shikoni drejtsinë e Zotit. Drejtsinë e Allahu xhaleshanu. E ki një jetë me bo një gjuna, dhe nuk e ban për shkak frigës Allahu xhaleshanu, Allahu xhaleshanu ta shkruan sevap, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po, thot nëse një njeri e ka qëllim me bo një mëkat, edhe e ban, i shkruhet një të Allahu xhaleshanu. Sevapi, një me 10, një me 700, edhe një me pakufi. Prat, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kullu amalin li ibn Adam lahu yudha'afu al-hasana 10 al-amthal ila 700 da'fan. Çdo punë i takon birit Ademit, një e mirë shpërblehet me 10 ose me 700 përpos agjërimit. Illa saum, si e tregum, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi, thot përpos agjërimit, përpos atë njeri i cili agjëron, thot unë kam e marrë ndërhyjde me e paguajt ditën e Kiametit. E agjërimi ko ka një vend, ko ka një periud që dyfishohen sevapat e tuja nëse te punon, në më thonë, punë të mira. E nëse punojnë punë të këshia, atëre kje një me një, a nëse te e len edhe pse e ki qëllim me punu një punë të keqe, edhe e le për pas frigës Allahu xhaleshanu, jo për pas që të ka pa dikush. Se nëherë lërja e gjunahit, dikush e le, a vëllai dul dikush edhe më patash, a pas ka kamera këtu, apo i dul baba, i dul nona, apo diçka më pa dikush edhe e le vjedhen. Ajo nuk i shkruhet sevap, ati i shkruhet qëllimi i gjunahit, edhe pse se ka bo. Se edhe njeriu nëse shkon me bo një gjuna, edhe e le atë gjuna për shkak kamerave, i shkruhet gjuna, i shkruhet njeti i gjunahit. Ama një njeri i cili shkon për të bo një gjuna, për të bo një mëkat, edhe nuk ka rinë të bo në atë mëkat, i shkruhet mëkat të Zoti. Pse ka pas një pengesë që s'ka mujtë me e bo. Su kërësosh hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dy veta që vritën, ka thonë pejgamberi se el qatilu wal maqtulu fi an-nar. Edhe ai cili e ka vrarë, edhe i vrami është në xhenem. Kanë thonë pse ja Rasulullah? Ky që e ka vrarë, po, e dim që e ka vrarë, e ka myt. Po ky i vrami, thotë edhe ky ka pas një jetë për me vrarë filonin. Shiko, edhe ky thotë ka pas një jetë për me vrarë filonin. Ama nëse njeriu, që hadithi është, nëse një njeri e le gjunahin, mëkatin, vetëm se i ka frikë Allahu xhaleshanu, i shkruhet sevap. A nëse e ban, i shkruhet një gjuna. Kjo është ato dyfishimi sevapëve. E tash e teta, në më tonë, si pas me radhë, është ndërmjetësimi ditën e Kiametit, edhe mbrojtës për ty, do tjetë agjërimi ditën e, në tonë, çka dhe me thonë, me konë në mbrojtës për ty, agjërimi, për këto dy pika, me lejnë Allahu xhaleshanu do të shpjegojmë nesër. Për mos më zgatë ma shumë, për mos më bo monoton. Këto dy pika, ndërmjetësimi, agjërimi është ndërmjetësues për ty ditën e Kiametit, edhe agjërimi është mbrojtës për tyje, e ku është mbrojtës, këto dy pika, me lejnë Allahu do të shpjegojmë nesër, nëse Allahu xhaleshanu na jep shëndet. Lutim Allahun xhaleshanu edhe një herë, që Allahu të na i pranon agjërimet e tona. E lutim Allahun xhaleshanu të i pranon duat e tona, namazet e tona, veprat e mira. Lutim Allahun subhanahu wa taala që gjunat e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu magfiret të na ban, xhenetul firdaus nasib të na ban. Amin wa akhi dawana alhamdulillahi rabbil alamin.